Pjekja është një proces pastaj tjetër më vete, se e nisa dhe pak më herët. Tani, ka si pas furrës. Si e pjekun në shtëpi baklavan? Fillimisht e vendos furrën në temperaturën gati 180 gradë. Jo gati, po 180 gradë. E lë në këtë temperaturë gjithmonë te rreshti i dytë i furrës. Tek rreshti i dytë, pra, nga i pari te i dyti për lart. Në 180 gradë për gati 15 minuta. Pastaj, pas 15 minutave, e mbuloj me një letër pjekje dhe gradualisht, çdo 15 minuta, 20 minuta, ul gradën e furrës. E shtroj nga 180, 160. Se dikur e bëni një javë përpara dhe pastaj e shërbetosni. Patjetër, sepse duhet të edhe kur e bën baklavan, nuk futet direkt në furrë. Sërish nuk futet direkt në furrë. Duhet të qëndroj, kështu që ne nuk do ta pjekim sot. Kështu që mos prisni të hani që sot. Por besoj nga e hëna do jemi duke e shërbetosur të hënën, po.